Mbi 120 të rinj dhe të moshuar paraqiten çdo ditë për ndihmë mjekësore në urgjencën e Spitalit Rajonal Fier si pasojë virozave sezonale dhe gripit, duke krijuar një fluks të lartë pacientësh. Simptomat më të shpeshta të këtyre pacientëve kanë qenë temperatura, kolla e thatë, grup moshat më të prekura kanë qenë grup mosha 15-25 vjeç dhe grup mosha 7-10-80 vjeç. Në pikun e gripit në muajt nëntor dhe dhjetor, numri vizitave ditore arriti në 160 në 24 orë, ndërkohë që mjekët theksojnë se janari ka shënuar rekord qytetarësh që kanë kërkuar ndihmë mjekësore në urgjencën e Fierit, ku numri i tyre ka arritur në 4000. Është vënë re që kjo viroz ose kjo gjendje gripale gjatë kësaj periudhe të vitit, krahasuar me vitin e kaluar, ka patur një kozgjatje më të gjatë në kohë dhe me simptoma të cilat janë rikthyer te pacientët që janë prekur fillimisht, për shembull në periudhë kohore 5 deri në 7 ditë, është vënë re që pas një periudhe qetësimi ose pauze, këta pacientë janë rikthyer duke patur dhe komplikacione më të shpeshta kanë qenë bronkopneumonit. Më të prekur nga gjendjet virale kanë qenë të sëmurët kronik, të cilët janë hospitalizuar, ndërkohë që mjekja çuni ka bërë thirrje për vëmendje të shtuar në përdorimin e antibiotikëve, të cilët duhet të përdoren vetëm me rekomandimin e mjekut të familjes. Gjithashtu rekomandojmë që mos të përdorin antibiotik në mënyrë abuzive, do të thoja, duke u konsultuar vetëm me farmacistin pa bërë një konsult ose një këshillim paraprak me mjekun e familjes. Pavarësisht fluksit të lartë të pacientëve, urgjenca e Spitalit Rajonal të Fierit ndodhet në gatishmëri të plotë me personel të mjaftueshëm për të përballuar nevojat e qytetarëve për ndihmë mjekësore.